Mirë se na keni ardhur. Përshëndetje. Mirë, Ju lumshin komës. E vutre e Mirë se erdhët. Ja, të lutem. Faleminderit shumë. Le mbaroj. Jo është problem shangëzime. Mbaroj. Lezë mbaroj. E vure besoj sot, a? E pash. Parlamentin. Mubar Jarga. Çardite. Çfarë mrekullie. Sot ish a çeke? Nuk ka ca njerëz që ti rrahin aty ke dera ata. Jo, sot ishin ndryshe. Sot folën dhe gjan hallet tona vajza. Sot ka gjan hallet tona? Parlamenti sot. I zgjidhën? Sot e di, vetëm për hallet tona, vetëm për shqetësimet tona, vetëm për merazhet që kemi ne. O ju rrit nera. O ju rrit apo ju rrit? O ju rrit, o tu ju rrit, o faliner shumë. Bukur, atëre për pas të kalim ke parlamenti se më kujtun vajzat kur po flisja. Shilo si janë duke net vajzat? Po, si të ngrime në Algji. Janë ngrehur pak. Gati? Shkollë pak. Gati? Po. Thonca? Po. E pra! Bravo vajza. Ja pra. Ja, kështu kërcen. Nga kështu e keni kërcyer kështu. Atë, kisha mllavin ke hallet, që na i qanë hallet. E lumësi ne, e lumësi ti. Shqipëria nuk ka pleqëri me këta kokat e kombit. Pra mos ma leka i gjatë. Ju bekoft zoti në orën 5 të Pallati Kulturës. O ju folët sot vetëm për hallet tona. E kam bon bashkë gishtin në plagë. No. Po. Ti the zgjidhen hallet tona. A i zgjidhen apo folën? Se pas që kem gjithu pak. Do më thënë, folën për hallet tona, një pjesë të halleve tona dhe i zgjidhen. I kapën me radhë vajza. Si Enveri Qomoti. Se ule ngri për Enverin. Këtë radhë do flas pa kartë. Kartë, di që është kartë. Kartë është letra. Thot udhëheqësi i partisë, do t'i zë të gjitha me radhë kujtimet e Vegjelis. Aman mos më shif kështu se kur shef atë që e dëgjon duke si ata në radhën e parë vetëm blogun mungon që çfarë po thot sekretari i partisë. E çoj kokën më shif në sy këtu, çoj kokën. Çoj kokën më shif në sy këtu. Çoj kokën. Te e ke dhe këtë zakon. E ke dhe këtë zakon ti, që kur ti thonë të vërtetat nuk i shef në sy, se mësu ti flasësh këtyre që gjithurin kohën ku flet ti. Do mbesh ka kërli, do mbesh. Prit se ti tregoj unë ty tani ka kërli. Po ti e frikacak me lepur në barkë, që kur të kap frikave të merë ti s'di se ç'bëna më ta. Jo t'u them, merrni në mend se ku ka ardhur kjo punë. Ka ngel partia juaj në dorën e Saliut dhe të Patriot. Më mirë se kaq, Enveri nuk mund t'ja punonte juve demokratë. Ky është kryeministri më qesharak, më mediokër, më ignorant që ka 28 vendet dhe vendet kandidate. I ka thënë holandezve që ne s'kemi prostitucion, po kemi prostituta, dhe prostitutat na i merrni ju neve. I ka thënë, a e dini ju që në Parlamentin Evropian 90% nuk di ndryshimin midis statusit dhe antarësimit, dhe prandaj nuk na jepni ju ne statusin. A ka më qesharak se kaq? Ka thënë dhe gjë tjetër, ne s'kemi krim të organizuar se kemi GDP-n e vogël. A e kuptoni? Dhe i thot donatorëve, ku janë dhe gjermanët brenda, donacionet e juaja janë si këpucët e luftës dytë botërore. Pra, vetëm të djata. A i kuptoni? Po t'ishte Enveri tani këtu, këtë do njifte nga ne tre. Sigurisht që do njifte sekretarin e vetë partisë, do njifte edhe profesorin e vetë që e bëri kryetar parlamenti. E ti Arife e njej më mirë se ke patur dhe kumandar. Os ma kujto se sa e s'jën nga hatër më dridet mikra. Oj, temë që më dhe mikra. Unë nuk s'kel mane këtë parlament. Ja, këtë nuk e pranojmë. Të lutëm. Po, këtë ju do i gjithë unë nga parlamenti pastaj. Do bëni sërish sherr sot? Pse sherr, s'kemi bërë sherr ne. Po si që ndodhja ditët e kryesia? Absolutisht ditë që ndodhën nesër. Marrë sot me vete? Po vagabondët janë të pjesa tjetër të maggjoranca ato. Po rrypat i keni marrë me vete? Ne nuk bëjmë asnjë sherr. Ne bëjmë debat. Debat. Raste do të ndodhë. Jeni të pajisur me rrypa, me bomba, jemi të pajisur me gjitha armët e mundshme të debatit politik. In spectacular fashion. Now. Wow. Përshëndetje të nderuar deputet. Keni marrë rrypa sot me vete se ku i di se çfarë do të ndodhë në parlament? Ose një durez boks, ose një gjë. Nuk merrem me atë punë, jo. Para 2 ditësh ndodhi një përleshje fizike PDPS. Ju gra çka keni marrë sot për të pajisur me vete se ku i di se çfarë mund të ndodhë? Ne gratë jemi të qeta, nuk zihemi ndonjëherë ne. Edhe mund të ndodhë. Për shembull. Grave i ka dalë nami, po gratë nuk zihen.
Fol me rrypat. Ky është deputet e Partisë Socialiste. Po ku i ditë edhe ju për vetë mbrojtje, çka mund të keni zgjedhur sot? Mirë, ata kanë rrypin, juve çka keni? Parlamenti ka fjalën, rrypin e kanë rrypat. Rrypat janë jashtë parlamentit. Po te kryesia kuvendit u përdoren siç e nga jashtë parlamentit, jeni të njëjtët protagonistë. Sipas rastit. Sot çka keni marrë me vete? Në bombë, në dorë? Fol me rrypat. Jo gjithmonë me mua të bësh Po intervistë. me gjithë e kam, nuk e kam vetëm me ty sot. Nuk kam dëshirë. Okej, faleminderit. Si shkoa sot? Kemi seancë normale. Rrypin e pantallonave e shoqë e paske. Nëse do ndodh në sherr do e përdorësh? Jo, jo. Paske marrni Doris Boxi me vetë. Jo, fjalën. Po fjala edhe te kryesia kuvendit fjala u hoq. Për këtë po mirë, ne përgjigjemi dot për veprimin e kryen tjerët. Natyrisht janë veprime të dënueshme. Burrat përdoren rrypin e pantallonave për vetë mbrojtje. Ju gratë çfarë përdorni se shoh që s'ke as rryp as i gjë. Mos keni Doris Boxi të çanta mi. Jo, zemër nuk ka. Jam për aty në që përdor rrypin. Parlamenti nuk është vend sherrësh. Edhe kuvendi nuk është vend sherrri, po ndodhi. Po si ishte sherrri, ishte i përgatitur nga kryeministri Rama. Kemi rryp për rezervë. Ju lutem vetëm një moment. Bien pantallonat për rryp. Po mirë, keni rezervë ose një Doris Boxi, ku do diun çfarë mund të kesh marrë me vetë? Merrem unë me ato lloj armatimesh. E përdoi tjetër vend rrypin e pantallonave, jo këtu. Nuk do lindi nevoja. Mirë që meshkujt kanë rryp pantallonash edhe janë vetëm mbrojtje. Po ti nëse do ndodh në sherr çfarë do përdorësh sot? Unë kam vetëm fjalën me zemrën ime. Fjalën edhe buzëqeshjen, as gjë tjetër. Çfarë bëhet? Ka vënë sot rryp po spa. Ja ku e kam timin, unë ta jap ty. Po çfarë do përdorësh nëse do sulmosh sërish? Sepse e pam gjithë publikisht që ai kishte rrypin te xhepi edhe donte. Pam 89-ën gjithë rrugaçët ku do në çdo cep të Shqipërisë këtë punë bëshin 100 rrypin. Të gjithë rrugaçët e diti ku janë sot. Ty do shkoj dhe ai. Kështu që mbaj rrypin mos e kimen. Do bëni sherr sot sërish? Se e shoh rrypin e pantallonave paske me vete. Meqense deputetët e parlamentit shqiptar ishin të gjithë këtë seancë plenare të pajisur me rryp pantallonash, unë në fakt isha marrë një nëse do i duhet ndonjërit, por shoh që ky rryp nuk i vleu as syt, kështu që unë do e heq. Çfarë mrekullie? Unë ngri, O ju hongsha loçkat. O loç. Këto janë loç. Janë shumë loçka. Ha dote, këtu e puna. Po mirë më të keqen. Ç'është loçka? Loçka është Zemra. zemre. Zemre, dëgjoj. Unë ngri e mbi Roxhën. Ka pengre o zoti mba kur do shpëtojmë në këtë vend. Edhe gjena pa shumë intervistat e saja, ku me rip e ku pa rip, do të thjem edhe pas pak për folur për një tjetër fenomen shqiptar kë. Made in Albania, trashëgimia jonë kulturore. Për të gjithë ata që duan të denoncojnë problemet e tyre, emisioni Qasu ka dhënë në dispozicion numrin e telefonit 069 60 64 444, si dhe adresën postare Agon Channel, rruga Dytësore Tiranë-Durrës, kilometri 2 Kashar, Tiranë. Ju njoftoj të gjithëve, për të gjithë ata që duan të shikojnë emisionet tona, mund të klikojnë në YouTube.redaksia dhe Qasu do të shfaqet atje. Pra, është kjo. Sa po e the gabim. Se më çfarë? Qasu redaksia. Kanali jo në YouTube. Në YouTube, në MyTube, në tube tona. Le t'i bim tuba dhe për YouTube. Jeri.